Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka vendosur të heqë nga rendi i ditës shqyrtimin e kërkesës së Kosovës për të marrë pjesë në mbledhjen e Komitetit për Çështje Politike dhe Demokraci. Ky vendim, sipas raportimeve, ka ardhur si rezultat i lobimit të Serbisë dhe aleatëve të saj, të cilët kanë ushtruar presion për të përjashtuar Kosovën nga diskutimet e këtij organi. Lidhur me këtë zhvillim, ka reaguar kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, duke cilësuar këtë si një fitore për vendin e saj dhe duke falendëruar partnerët që e mbështetën në këtë përpjekje. Mirënjohje e madhe për miqtë tanë nga Spanja dhe Partia Popullore Europiane, të cilët na ndihmuan të sigurojmë shumicën e nevojshme për të arritur këtë rezultat, deklaroi Brnabić. Sipas rregullave të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, vendet që nuk janë anëtare mund të marrin statusin e mysafirit të veçantë nëse kanë aplikuar për anëtarësim. Ky status i mundëson parlamenteve kombëtare të këtyre vendeve të marrin pjesë në mbledhje dhe të mbajnë fjalime, por pa të drejtë vote. Megjithatë, vendimi për të mos shqyrtuar kërkesën e Kosovës për përfshirje në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci është një tjetër pengesë në rrugën e saj drejt integrimit të institucioneve europiane. Kosova ka kohë që synon anëtarësimin në Këshillin e Evropës, por procesi është ndërlikuar nga kërkesa për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, një kusht ky që ende mbetet i pasgjidhur. Përjashtimi nga mbledhja e fundit tregon dhe një herë ndikimin e Serbisë në arenën ndërkombëtare dhe sfidat me të cilat përballet Kosova në përpjekjet e saj për të fituar njohje dhe përfaqësim të plotë në organizatat europiane.